Në këto muaj të verës në komunën e Gjakovës jeta merr një dinamik tjetër. Si çdo herë tjetër dhe në këtë vit rrugët e qytetit janë mbushur me qytetarë të gjitha moshave. E gjithë kjo ndodh falë bashkëdhetarëve tanë të cilët vijnë nga mërgimi për të kaluar pushimet e tyre verore në qytetin tonë. Ardhja e tyre i hap kapilarët e ekonomisë së qytetit duke i dhënë kështu një zhvillim dhe jetë banorëve të saj. Sheshet e qytetit në këstin të verës të mbushen me njerëz. Bashkëdhetarët thanë se ata preferojnë që të kalojnë pushimet e tyre në vendlindje së bashku me familjarë dhe miq. Vinë ka Zvicrën, nga Fretikoni, neve na pëlqen shumë vinë për gjatë vite këtu. Kund ma mirë s'më e gjesim si në Kosovë. Faleminderit Zotit, është ka ndrejqet si të njerë ma mirë, edhe presim vite tjera më ardhë. Po, ne kemi ardhë nga Zvicra prej Surit, kemi ardhë për 2 javë në pushim, vim me vizitua njerëz farafisin i lakët tona. Si po kaloni? Shumë mirë shumë. Shpjo presin këtu? Mirë shumë, çmimet i keni ngrit pak kur vim na, po është normal. Për dallim prej viteve të tjera, në këtë vit vërehet prania më e madhe e makinave me targa nga Gjermania, Zvicra, Suedia, Italia e tjerë, që do të thotë se ka një fluks më të madh të bashkëdhetarëve tanë. Përveç kësaj, gjatë ditëve sa edhe qëndrojnë në Kosovë, ata preferojnë që të organizojnë edhe ahengje familjare. Po, kemi ardhë martum djalin e vogël te hoteli Zeni, kem kaluar shumë mirë. Kungatarët ishin të mirë, Mohamed Sejdiu, Sabri Fejzullaj, Shkelzen Jetishi, edhe që i ka jemi e dytë, kënë anglisht, edhe ka gënu disa kongë, kemi kaluar shumë mirë, atmosfera ka qenë nivel. Fantazik ishim 400 person, afërsisht. Edhe kemi kaluar shumë mirë, na kanë prit mirë, ushqimi ka qenë mirë, çdo gjë ka qenë rregull. Shumë mirë, po shkojmë edhe të tjerë, ata vinë te ne, që kalojmë shumë mirë në sezona. Për ndryshe, komuna e Gjakovës është angazhuar që punimet në infrastrukturën rrugore, sidomos në rrugët kryesore të përfundojnë në 6 muajin e parë të këtij viti, që gjatë muajit të verës kur rritet fluksi bashkëdhetarëve të ketë qarkullim të lirë dhe të lehtë për të gjithë bashkëdhetarët. Po ashtu, komuna i ka bërë të gjitha përgatitjet për ofrimin e shërbimeve administrative, sidomos në sektorin e ofiçarisë, ku do të eliminohen pritjet e gjata. Edhe Drejtoria për Shërbime Publike ka hartuar planin e veprimit për mirëmbajtjen e rrugëve, hapësirave të gjelbra, krijimin e kushteve përshëndetësore në rrugën kryesore të qytetit e tjerë. Sa i takon anës kulturore, gjatë këtyre ditëve të diasporës janë mbajtur shumë aktivitete në mënyrë që të gjithë bashkëdhetarët të kalojnë pushime sa më të këndshme në vendindjen e tyre.